Së pari, cila është gjendja e zotit Meta, se ka patur një sër polemikash nga gazetarët ndryshëm, a ju detyrua që ti kundërpërgjigje gazetares për gjendjen shëndetësore. Cila është gjendja reale, zotit Meta? Zoti Meta është në gjendje shumë të mirë fizike, padyshim është punon çdo ditë me anë të orienton partinë. Padyshim që shkruan, bën palestër, ka aktivitetin e tij dhe fizik ndërmjet atij politik, dhe kështu që është në gjendje shumë të mirë dhe në formë për sa i përket anës fizike, psikologjike, por dhe morale. Kështu që nuk ka asnjë lloj dyshimi që zoti Meta është ai që ne e njohim, dinamik në mënyrën e tij dhe kaq. Të tjerat pastaj janë abuzime, janë gjëra të cilat japin ushqim portaleve, mediave kështu me radhë. Unë kam takuar para disa ditësh, ishera e fundit që e takova, dhe është në pritje të përfundimit të hetimeve dhe padyshim me ndeshjen e tij në gjykat me prokurorin për të rrëzuar ato akuzat për të cilën prokuroria pretendon që në fakt janë akuzat montuara në copa gazetash apo rrëfime gazetarësh në banaqe televizive dhe nuk ka asgjë konkrete për sa i përket deri tani për sa i përket akuzave ndaj tij. Kështu që jemi në pritje të procedimit të përfundimit të hetimeve dhe do vazhdojmë betejë. Si do të vijojë procesi, zoti Cakrani? Do ndiqni të njëjtin strategji që ka ndikur zoti Gjokutaj apo keni strategjinë tuaj si avokat? Padyshim që nëse gjykata nuk do vendosi pushimin e çështjes së seancën paraprake, ne do vazhdojmë betejën sepse mendojmë që është një çështje e montuar politikisht dhe i duhet kuptoni diçka që çështjet e montuara politikisht është çike e vështirë që ti shmontosh juridikisht. Por gjithsesi ne do vazhdojmë betejën tonë për të provuar papajësinë, jo vetëm gjykatës, por padyshim edhe publiku, sepse ju e dini që ndaj presidentit Meta është ngritur një mal i madh me akuza, padyshim nga majoranca, nga Edi Rama e kështu me radhë, pasi arrestimit ju e dini që u bë menjëherë pasi foli kryeministri Rama ose kryetari i Partisë Socialiste nga asamblea e partisë, u tha që si ka mundësi që SPAK-u lejon Ilir Metën e lë jashtë dhe akoma nuk e ka arrestuar. Zoti Cakrani, publiku pret arrestimin e tij. Zoti Cakrani, do vazhdoj strategjia e zotit Cakrani, do vazhdoj strategjia e zotit Gjokutaj apo do keni strategjinë tuaj? Ne akoma jemi në fazën që nuk ka përfunduar hetimet dhe duhet shikojmë çfarë provash ka organi procedurës që të flasim për një strategji. Është shumë shpejt që ne të diskutojmë një strategji pa patur akoma një përfundimin e hetimeve dhe të shikojmë edhe provat, sepse deri tash nuk kemi asnjë provë në dispozicion që ne të diskutojmë, kemi thjesht vetëm dyshime nga organi të akuzës. Dhe aktualisht nuk kemi prova konkrete. Me zotin Gjokutaj keni komunikuar, keni marrë informacione prej tij sa i takon këtij procesi? Padyshim që unë dhe zoti Gjokutaj takohemi pothuajse një në 2 ditë, pim kafe, diskutojmë, përveç jemi kolegë, jemi dhe miq shumë të mirë, dhe kështu që zoti Gjokutaj nuk ka ikur për asnjë arsye tjetër nga kjo çështje, por ka ikur vetëm për shkak sepse ju e dini që çështja e zotit Berisha është një çështje tjetër, po kaq e rëndësishme sa çështja e zotit Meta. Dhe kështu që zoti Gjokutaj është impenjuar atje, pasi kjo çështja e zotit Berisha është në gjykim themeli tashmë, ndërkohë që çështja e zotit Meta është akoma nuk ka përfunduar hetimet. Kështu që nuk kam asnjë dyshim që unë e zoti Gjokutaj jemi në korrent të situatës dhe padyshim që do konsultojmë edhe në vijim për sa i përket çështjes së zotit Meta. Kështu që nuk ka asnjë lloj neglizhence dhe asnjë lloj, mund të themi, pak kënaqësie ashtu siç është folur në media. Si e mendoni përfundimin e këtij procesi ju, zoti Cakrani? Përfundimi i këtij procesi do jetë një proces i cili do zgjatë për ditës së vërtetës. Nëse do kalojë në çështja në gjykim në themel, do zgjatë sepse do shikohen të gjitha pretendimet, të gjithë dëshmitarët që organi procedurës ka thirrur dhe kanë dëshmuar në fazën e hetimeve paraprake. Dhe kështu që do jetë një çështje e gjatë, nuk keni parasysh çështjen e zotit Mediu që ka nisur ka 3 vite dhe akoma nuk ka përfunduar në shkallë të parë. Kështu që këto çështje që shkojnë me papajësi dhe me gjykime normale, marrin kohën e tyre dhe pa diskutim që kanë
kanë edhe një dinamik ndryshe nga çështja